Pas rekonstruksionit të plotë të gjimnazit të qytetit të Krumës, Bashkia Has i ka kërkuar qeverisë shqiptare restaurimin e godinës së ish internatit Kosova, e cila u dëmtua pothuajse tërësisht pas djegjes në mesnatën e 26 marsit 2020. Kryetari i Bashkisë Has, Miftar Dauti, bën të ditur se projekti për restaurimin e objektit i është dërguar Ministrisë së Kulturës për financim, me një vlerë totale prej 65 milion lekësh të rinj, pasi mundësitë financiare të bashkisë janë të kufizuara. Tani ne jemi këtu në ambientet e gjimnazit Skënderbeu Krum. Është rekonstruktu ky gjimnaz në kushte moderne, sot studiojnë nxënësit. Kemi përballë muzeun. Muzeu është një ndër muzeet e vjetër të qarkut Kukësit. Këtu ka qenë internati Kosova, ka qenë prefektura e parë e hershme. Nga ja kohë deri në 2023 nuk është marrë ndonjë mas për rekonstruksionin e këtij muzeu, që është një domosdoshmëri. Ne kemi marrë një nismë, kemi përfunduar projektin e muzeut dhe ka rreth 2 javë që ja kemi dërguar Ministrisë Kulturës për financim, sepse mundësitë tona financiare janë të vogla. Pra ne kemi bërë projektin. Kemi bërë projektin duke u bazuar në fotografitë e vjetra të gjimnazit që trujmë arkitekturën e muzeut. Dhe na del detyra jona pas financimit që ta pajisim me mjetet e domosdoshme që i takojnë muzeut. Ka një kosto të lartë, e keni llogaritur sa mund të jetë kostoja financiare që bashkia nuk mund të përballu? Është rreth 65 milion lekë të reja si kosto e ndërtimit. Sigurisht duke ruajtur, po them edhe një herë, duke ruajtur gjithë arkitekturën e vjetër të muzeut. Në dekadat e fundit, godina e ish internatit ka shërbyer edhe si muze. Megjithatë, të gjitha materialet dhe eksponatet muzeale u shkatruan nga zjarri i vitit 2020. Sipas kryebashkiakut Dauti, për zëvendësimin dhe rikrijimin e tyre, do të ketë bashkëpunim të ngushtë me komunitetin dhe institucionet përkatëse pas përfundimit të rekonstruksionit. Ja, janë të djegura të gjitha, por ne na del detyrë nëpërmjet komunitetit kontribuojmë me gjërat e vjetra që kanë në përshpia që ne të pajisim pas rekonstruksionit, pajisim muzeun me gjitha materialet e nevojshme. Kreu i bashkisë thekson se restaurimi i kësaj godine është tetë i rëndësishëm për shkak të historisë dhe vlerave që ajo mbart. Është shumë e rëndësishme sepse kjo është një pikë ku Hasi ka pas vlerat të gjitha vlerat e hasianëve, domethënë, kanë qenë të trashëgume, plus që është objekt që këtu kanë studiuar nga Kosova, nga trojet veriore të Shqipërisë, domethënë internati Kosova, këtu kanë dalë kokat që kanë drejtuar edhe shtetin, drejtorin e Kosovës. Shkolla Internati Kosova u hapë për herë të parë me 12 tetor 1922 dhe u krijuar për nxënësit nga Kosova, Hasi, Luma dhe Malësia e Gjakovës. Në vitin 1973, qeveria e Shqipërisë e shpalli Konviktin Kosova, objekt me rëndësi të veçantë si pjesë e trashëgimisë kulturore kombëtare, për shkak të rolit të tij të veçantë në arsimimin e brezave të ri nga Kosova.